Në Gramsh ka përfunduar vlerësimi i dëmeve të shkaktuara nga zjarri i 11 gushtit, i cili për disa ditë me radhë shkrumboi disa fshatra. Një faturë për rreth 31 milion euro i është dërguar Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile për të nisur më pas me ndërhyrjet. Sipas grupeve të punës, të cilët u angazhuan për ditë të tëra në evidentimin e çdo dëmi, janë 68 shtëpi të djegura, prej tyre 10 plotësisht dhe 42 pjesërisht për të cilat zyra e urbanistikës në Bashkinë e Gramshit parton projekte të rindërtimit apo rikonstruksionit. Në bilancin e dëmeve, veç banesave janë përllogaritur dhe dëmet në bagëti, të mbjella, stalla dhe pyje. Për shkak të zjarrit në fshatrat e njësisë Skënderbegas, por edhe të njësive të tjera që u prekën më lehtë, ngordhën 215 bagëti të imta, 9 gjedh dhe 7 një thundrak. Zjarri shkrumboi tërësisht 44.045 hektar ullinj, 11.028 hektar rrush, 1.451 hektar bimë medicinale, 9.5 hektar pemë frutore dhe arror.